Nana ime është fanse ime numër 1 dhe është gjithmonë e para që i shikon videot e mia sa herë që unë postoj një video të re. Dhe kur kishte parë këtë video me makarona të mbushura, më mori direkt në telefon dhe tha kur të vish në Shqipëri do ma bësh dhe mua këtë recetën. Të them të drejtën, doja që kjo receta dilte sa më mirë se kur e bëj ndonjëherë për vete edhe pos doli e mirë, do e ha se s'kam ç'a të bëj. Gjithmonë vijem pak në siklet kur gatuaj për tjerë sepse dua që vërtet i pëlqej ushqimi im dhe jo vetëm të ma thonë me fjalë që okay, ka dalë mirë, sa për të bërë qefin. Tani që jam në Shqipëri, mezi pres që të gatuaj edhe recetat tradicionale shqiptare bashkë me gjyshen time. Jam kurios të di se çfarë recetash doni të shikoni nga unë. Shkruani në komente se çfarë recetash doni të shikoni në videot në vijim. Do t'i lexoj gjitha komentet. Me qëra fjala, shumë për ju që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Në këtë mënyrë nuk humbisni asnjë video të re që unë postoj. Unë këtu bëra 2 tepsia me makarona të mbushura, e di, jemi familje e madhe këtu në Shqipëri neve. Mos harroni t'i bëni like kësaj videos, shkruani në komente çfarë të përgatisni në videon e radhës dhe shtypni butonin follow. Shihemi videon tjetër, ciao.